Në miratimin e këtij rekomandimi, ne, deputetët e opozitës, mbajmë konsiderat sa më poshtë. Sipas jurisprudencës gjykatës kushtetuese, pika 2 e nenit 73 synon të mbroj veprimtarinë e vetë kuvendit, jo të deputetit të veçantë, për aq sa ajo mund të cënohet si rezultat i procedimeve penale me sfond politik ndaj deputetëve të veçantë. Në këtë kuptim, vlen të theksohet edhe qëndrimi i Komisionit të Venecias, sipas cilit imuniteti i deputetit nuk është privilegj personal i tij, por qëllimi kryesor i imunitetit parlamentar është mbrojtja e vetë parlamentit dhe në veçanti funksionimi i duhur i tij. Në këtë kuptim, Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrimin dhe ka krijuar standardin ndërkombëtar, sipas cilit duhet ekzistojë një prezumim themelor që imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka arsye për dyshuar se akuzat ndaj deputetit përkatës janë të motivuara politikisht dhe se paprekshmëria e tij duhet të zbatohet vetëm në rastet ku ka arsye për të dyshuar se në vendimin për ndjekjen penale të deputetit ka element partijako politik. Për këtë arsye, ushtrimi i përgjegjësisë kushtetuese nga ana e kuvendit për të dhënë autorizimin me të cilin zyrtari publik zhvishet nga paprekshmëria duhet të synojë vetëm mbrojtjen e veprimtarisë normale parlamentare dhe verifikimit nëse akuza është e motivuar politikisht. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2012, që u frymëzuan nga nevoja për të intensifikuar luftën kundër pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë shtetëror, reformuan thellësisht konceptin e imunitetit parlamentar. Rregullat e reja kushtetuese në fuqi tentojnë të afrojnë zyrtarin e lartë shtetëror me qytetarin e zakonshëm, me votuesit tanë në raport me përgjegjësinë penale dhe përgjegjshmërinë përpara ligjit. Një ndryshim i tillë erdhi si nevojë jo vetëm e një orientimi politik qeverisës në vitin 2012, por dhe si një detyrim për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të disa marrëveshjeve ndërkombëtare, mes cilave përmendim Konventën penale kundër korrupsionit të Grekos. Në këtë pikpamje, kuvendi verifikon vetëm procedurën që është zhvilluar, pa i hyrë cilësisë dhe vlerës së provës në drejtim të faktit penal dhe të autorësisë. Imuniteti procedural nuk mundet dhe nuk duhet që në asnjë rrethan të shndërrohet në një mburojë për pandëshkueshmëri apo si pengesë për drejtim.